I nderuara, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, falenderojmë Perëndin që na bëri të denjë të marrim pjesë në këtë shërbes të shenjtë të himnit akathist, që ne të krishterë ortodoks e themi, e këndojmë çdo të premte gjatë këtyre javëve të bekuar të kreshve të mëdha. Ne të krishterë ortodoks, mbasi adhurojmë Perëndin Triadik, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, dhe çdo shërbes fetare dhe liturgjia hyjnore fillon në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, ne nderojmë mbas Trinisë së Shenjtë të shenjtën Vigjereshën Zonja Shëmari. Ashtu siç na thon edhe troparet e kishës, pas Perëndis, ti je Perëndis sipas hirit. Ne nuk e hynizojmë dhe nuk kemi një perëndesh në kuptimin e një hynie, por ne e nderojmë Vigjereshën Zonja Shëmari si nënën e Zotit, e cila është e hynizuar sipas hirit të Perëndis, si më e shenjta ndër gjithë shenjtorët, e cila ka guximin e nënës, ka dëmshurinë e saj që të lutet për popullin e krishterë ortodoks dhe për gjithë njerëzimin. Prandaj dhe në të krishterë ortodoks kemi shumë shërbesa në nderim të saj, çdo lutje që ne bëjmë mbas Perëndis Triadik i drejtohemi asaj, kemi shërbesën e veçantë ndaj të shenjtës Vigjereshës Zonja Shëmari, paraklisin e vogël, paraklisin e madh dhe shumë parakliset të tjera, por kemi dhe këtë shërbes të veçantë që quhet himni akathist. Gjatë historisë së kishës ka ndodhur ngjarje të mëdha, dhe në këto ngjarje të mëdha populli i Perëndisë është mbledhur, ka kërkuar ndihmën e Perëndis dhe kur ka dalë fitimtar, ka adhuruar, ka lavdëruar Perëndin dhe hylincën dhe shenjtorët. Edhe himni akathist ka një histori. Do dim se në shekullin e 7, viti 600 e ca, Konstantinopoli, qyteti që ndërtoi Konstantini i Madh në vitet 320, i cili ja kushtoi këtë qytet nënës së Zotit, ishte një qytet që lakmoi shumë, sidomos nga paganët. Një qytet ku kishte shumë lavdi, kishte shumë pasuri. Dhe persët e sulmuan këtë qytet duke shfrytzuar një ditë ose një kohë kur perandori kishte dalë jashtë qytetit në invazion, dhe atëre ata nga deti sulmojnë qytetin. Në qytet kishte mbetur pak njerëz, gra me fëmijë, pleq, shumë pak ushtar, dhe dukej se qyteti patjetër do të poshtej, dhe persët pagan do të arrinin ta merrnin qytetin. Populli i Konstantinopolit nuk e humbi shpresën, por duke u lequr nga patriku, nga klerikët, për gjithë natën ata ju lutën të shenjtës Vigjereshës Zonja Shëmari që ta mbronte qytetin e saj, dhe ndodhi mrekullia. Një tërmet i madh ndodhi dhe kjo bëri që anijet persët të mbyteshin, por dhe çdo shigjet që dilte ose hidhej nga muret e qytetit mbi armi shkonte në mish të armikut. Dhe persët u mundën duke u kthyer pas, dhe kjo ishte një fitore. Kuptohet nuk ishte një fitore njerëzore, sepse thamë që as perandor nuk ishte, as ushtarët nuk ishin të dur, por ishte një fitore e nënës së Zotit, e cila mbrojti qytetin, por jo qytetin thjesht muret, por mbrojti popullin e krishterë ortodoks. Atëre, në shenjë falënderimi, mirënjohje, të gjithë u mblodhën dhe të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, i thurën këto himne që neve i kujtojmë, i këndojmë çdo të premte që të javëve të kreshme, që quhet dhe himni akathist. Himni akathist do thot himn i kënduar në këmbë. Pra njerëzit i këndonin këto himne jo të ulur, por në këmbë, në shenjë falënderimi dhe mirënjohje. Këtë bëjmë edhe neve, edhe këtë premte dhe të gjithë të premteve tjera,
deri në të premten e 5, ku do të themi të plot himnin akatist. Çdo të premte themi nga një stancë, jemi në 4 stanca, janë 24, si them, grupime, të cilat i themi dhe çdo grupim dhe çdo këngë thuhet ose përshëndetet nga populli gëzoi plotë. Duhet dim se të shenjta Vigjeresha Zonja Shëmari është tërësisht e lumtur, tërësisht e gëzuar, sepse ajo pranoi fjalët e kryengjit Gabriel, i cili i tha: "Gëzoi plotë, Zoti është bashkë me ty." Dhe vërtet, kur ajo pranoi fjalët e kryengjillit, u bë mundur misteri më i madh. Biri i Zotit bëhet biri i njeriut, shpëtimtari. Dhe që nga e kohë dhe në përjetësi, ky gëzim nuk u hoq nga Vigjeresha Zonja Shëmari, por ai rritet pafundësisht. Dhe kështu edhe ne përshëndesim me përshëndetjen e kryengjëllit nënën e Zotit, gëzoi plot. Por kur ne i themi asaj gëzoi plot, edhe ajo na kthen nga kjo lutje, nga kjo përshëndetje, duke na dhënë nga gëzimi i saj. Prandaj kjo është një nga shërbesat më të bukura, edhe pse bie në këtë periudhë hidhërim gëzimi, që është kreshma e madhe, që na jep kurajo për të vazhduar këtë udhtim pendese, kreshmimi, në këtë periudhë që përgatitemi për të arritur në javën e madhe të pësimeve të Zotit, që kulmon me kryqëzimin e tij, të premten e madh dhe pastaj me ngjalljen e Zotit. Të dashur të krishterë, nuk jemi vetëm. Sepse ndonjëherë na krijohet ideja sikur neve brenda këtyre situatave të vështirave që kalojmë si individ, si familje, si shoqëri, si vend, por dhe si botë, na duket sikur jemi të vetëm dhe e keqja duket sikur merr pushtet. Shpeshherë na kap jo vetëm një hidhërim dhe një mërzitje, sepse është normale njeriu të hidhërohet dhe të mërzitet, por dëshpërim. Por duhet të dim se ne të krishterë ortodoks nuk jemi vetëm, si njerëzit e tjerë. Ne kemi Trininë e Shenjtë, e cila e shikon botën dhe përkujdeset botën në çdo gjë, aq më tepër për jetën tona, dhe mbi të gjitha kemi dhe Nënën e Zotit, e cila ka dashurinë e Zotit brenda zemrës saj, që si një nën që përkujdeset për fëmijët e vet dhe është gati të bëjë çdo sakrificë, edhe ajo ka dashuri për secilin prej nesh. Dhe çdo herë që ne i drejtohemi asaj, ajo e merr lutjen tonë dhe lutet, përgjërohet tek froni i hirit, te biri i saj për problemet tona. Por lutjet e saj tashmë nuk janë thjesht lutje. Nuk janë thjesht dhe lutje me lot, janë lutje me lot gjaku, ashtu siç tregohet shpeshherë në disa ikona që shfaqen këto kohë të fundit. Sepse lutjet e saj çohen tek biri i saj, i cili është hidhëruar, është fyer nga mëkatet jo të njerëzimit, por të ne besimtarve, të cilët fatkeqësisht po njësohemi me botën. Dhe për këtë meritojmë edhe qortim, edhe ndëshkim, sepse Zoti është i drejtë. Por janë lutjet e saj, përgjëratat e saj, lotët e saj prej gjaku që e zbutin zemrën e Isuit dhe ndalojnë atë që ne meritojmë. Prandaj, asnjëherë mos të dëshpëroheni. Në çfarëdo gjendje që të kemi rënë, të afrohemi Zotit me ndërmetimet e tërshenjtës përmbi shenjtës Vigjereshës Hyjlindjes Mari. Sepse ajo patjetër do ta zbusë hidhërimin, zemërimin e drejtë të Zotit dhe ai do tregohet i mëshirshëm për ne. Ka shumë histori të cilat tregohen në jetët e shenjtorëve, në sinaksar, por dhe në historitë dhe traditat e krishtera, se sa rol ka lutja e saj. Tregohet njerëz sikur, por ishte një ngjarje e vërtet që dikush kishte një problem shumë të madh. Pra, ky problem ishte kaq i madh sa askush nuk mund ta kthente në favor të atij. Dhe u lut Shën Gjergji tek Zoti. Atëherë Zoti i thot: "Gjergj, ti je i ri dhe nuk i di mirë këto punë." Atëherë vajti dhe Shën Nikolla. Dhe i thot prap
Zoti ti Shën Nikolla je i vjetër dhe ti i di mirë këtë punë. Çfarë kishte kjo? Pavarësisht se duket një lloj historie sa juar ka një kuptim të vërtetë. Pra, vullneti i Zotit është vullnet i drejtë dhe nuk mund të ndryshohet. Por, kur u lutet të shenjta Vigjeresha Zonja Shëmari, Zoti e ndryshoi vullnetin e tij dhe zgjidhi problemin. Pra, edhe ato që duken të pandryshuara, të pamundura, me ndërmjetimin e saj, Zoti e bën të mundur. E ndryshon vullnetin e tij në favor të njerëzve, sepse nëna e Zotit ka fuqi të madhe dhe ka leje që ajo të lutet dhe të dëgjohet nga Zoti. Prandaj, asnjëherë mos dëshpërohemi. Edhe nëse kemi dhuruar Zotin, të shkojmë te nëna e Zotit, t'i lutemi asaj dhe ajo do lutet për ne dhe Zoti do na mëshirojë. Këtë shpresë kemi. Dhe jo vetëm të na mëshirojë, por e të shenjta Vigjesha Zonja Shëmëri nga gëzimi i saj do të na hapi edhe neve, që dhe ne të gëzohemi me gëzimin e saj. Amin.